mënyrë agresive më sjell me banorë, nuk kanë ndodhur kjo në asnjë komunë, nuk është veç komuna e Prishtinës. Kur gjë nuk ka komuna e Prishtinës që është komuna e Podujevës me këtë kompani. Po thu që atje është edhe ma keq se në Prishtinë? Edhe ma keq se në Prishtinë. Ti dërgova fotot e sheh, ka 3 javë ditë nuk vinë më në morë për lëvët. 3 javë? 3 javë mbetet ashtu? Po 3 javë, është javë e tretë që nuk janë të orë me morë për lëvën. Këto mazi, ma e keq është që ka në zonë thot në shkollë, të i qenë renda cak, duhet krejt punë me i lanë më shkullë me i dërgu fëmin në shkollë, me i marë, as nuk gëzë me i qitë fëmin me luajt, as kur gjëheq prej qenëve, enda cak që ka që ashtu bëgë prej tyne. Po. Ja mas mirë, kom me dalë në vend gjarjes me pa edhe mas më ndërmarë diçka, më bisedu me dikon, mos po bohet na i zgjedhje për këtë sëllit. Pa tjetër, zotri, nesër da kemi vjenje ke pa ty dhe kemi pastaj edhe kryetarin Bulliqi për këto ankesat tuaja. Faleminderit juve. Me ne nuk komunikam, është problem me komuniku me to, vetëm mujshë dyqysh me bindë. Bilëm s'paku me dalë me nejtë gati me hapë, se shumë gjendje troni jena. Po, pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit juve.